15 organizata ballkanike dhe europiane që kanë në fokus reagimin e shpejtë dhe mbrojtjen e gazetarëve përshëndetën dhe duart trokitën vendimin e 22 prillit të gjykatës kushtetuese përmes një votimi 8-0. I dha të drejtë gazetarit Ora News Elton Qyno në përballjen me SPAK duke mbrojtur burimin e informacionit dhe duke i kthyer të gjitha sendet e sekuestruara. Edhe në janar 2024 ju drejtuan me një letër të hapur kreut të SPAK Altin Dumani, duke i kujtuar këtij të fundit se veprimet e kryera ndaj zotit Qyno përfshir kontrollin e banesës dhe zyrës së tij dhe sekuestrimin e pajisjeve personale dhe profesionale përbëjnë një precedent shqetësues. Masa të tilla do të ndikojnë në të drejtat e gazetarëve dhe lirinë e medias në Shqipëri dhe më gjerë. Në atë periudhë bën apel që institucioni i SPAK-u të vetëpërmbahej dhe të kthente sendet. Tashmë pas më shumë se një viti, sërish të njëjta organizata kanë reaguar duke dalë me një deklaratë të përbashkët. Duke mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, e cila rrëzoi urdhrat e gjykatave të shkallës së parë që lejonin kontrollin dhe sekuestrimin e pajisjeve të gazetarit Elton Qyno, duke përforcuar rëndësinë e mbrojtjes së burimeve gazetareske dhe lirisë së shprehjes në përputhje me standardet ndërkombëtare, thuhet më tej. Në deklaratën e përbashkët, 15 organizatat nënvizojnë si më poshtë vijon. Gjykata kushtetuese tani ka konfirmuar se gazetarët nuk mund të detyrohen të zbulojnë burimet e tyre, përveç nëse një interes publik mbizotërues është në rrezik të dukshëm dhe nuk ka asnjë rrugë më pak ndërhyrëse në dispozicion.